Kënaqësi për herë të kemi në studio. Faleminderit shumë. Sokol Brahaj, kënaqësi. Shëndetje, kënaqësi. Faleminderit shumë. Misha Pumo nga Rusia lajmërohet. Faleminderit shumë, mirë se vjen. Shëndetje dhe juve. Po e nis me ju për të na konfirmuar këtë që ka ndodhur në Estoni. Ishte diçka aksidentale, unë s'pash ndonjë panik në fakt nga Estonia zyrtare, sikur e mirë kuptuan që mund të ketë qenë pjesë një gabimi të luftës apo? Përsa i përket me thënë dronëve që u zbuluan jo vetëm në Estoni, por edhe në Letoni, kanë deklaruar vetë autoritetet zyrtare në vendet baltike që kanë qenë Ukrainas dhe kanë pasur detyrë tjetër për të goditur objekte në Rusi, në zonën e Shën Peterburgut dhe në rrethinat përreth. Edhe në fakt dhe themi në periferitë të Shën Peterburgut dhe në kufi jo larg kufirit me Finlandën, në zonën e Vyborgit, ka pasur një goditje të një uzine për remontimin e anijeve akullthyese që s'kan të bëjnë fare me Ukrainën. Pra ka qenë goditur kjo fabrik, kjo uzinë. Dhe ka të ngjarë që këta dronë që kanë qenë datsak që kanë qenë, domethënë njëri është përplasur me një oxhak të një objekti energjetik në Letoni dhe tjetri pritet që ka ardhur nga Bielorusia dhe ka vazhduar vijuar rrugën e vet në drejtim të Rusisë. Pra nuk kanë qenë edhe autoritetet zyrtare balltike kanë deklaruar tashmë që që synimi i tyre nuk kanë qenë goditja e Estonisë apo Letonisë. Mirë, u qartësua kjo pjesë, s'ka qenë një sulm rus. Në anën tjetër, a nisën negociatat Amerik-Iran, edhe dje kështë një farë mohimi nga iranianët se edhe sot në fakt ripërsëritën që Trump po flet vetëm me vete, cila është e vërtetë Ari? Mas pari për këto, në Estoni thuhet që raketa u nis nga airspace apo nga hapësira ajrore e Rusisë, a për këto në Latvia po supozohet që është nga Ukraina, çdo po raporton para Euronews. Po është një plan 15 pikas, të cilët thuhet se Trumpi dhe Izraeli e kanë nëpërmjet Pakistanit dhe Turqisë ja kanë prezantuar Iranit, fakt edhe Turqisë apo Egjiptit? Dhe Turqia ka qenë e përfshirë këto? Po, edhe Turqia, sepse thuhet që Egjipti, Turqia dhe Irani janë duke i bërë udhëheqjet, janë duke bërë këto angazhime më të madh për të arritur një marrëveshje paqësore, sidomos është ministri i punëve jashtme Fidani edhe generali i justisë pakistaneze, që është figura kryesore pakistaneze, një figurë shumë e fuqishme, ata thuhet që ja kanë adresuar planin 15 pikësh të Teheranit. Por këtë ka konfirmuar edhe kryetari i parlamentit iranian. Por në anën tjetër, është përfaqësues e gardës revolucionare që si duket janë de facto duke udhëhequr shtetin pasi që ky Junior Khomeini si duket është tepër i lënduar për të marrë vendime dhe këta janë duke folur në emër të tij, e kanë përgjigjështu këto, ka thonë që Amerika është duke negociuar me vetveten, e kanë pranuar që Trumpi po munohet to reach them, të bashkëbisedon me ta, por se asgjë s'ka këtu të vërtet, por më shumë një nga generalët tyre ka deklaruar që një lloj si na kur nuk mundna mu pajtu me një çift si ti, çdo diçka është prononcimi i tyre. Por çka po ndodh ndërkohë janë duke u afruar edhe të premten kur ka lënë edhe ky deadline për 5 ditëve që e vazhdoi Trumpi. Në atë moment, domethënë për 4 tetorë, që thasë ajo diplomacia, të premten forcat speciale amerikane, komando që ndikon prej 5 deri 10.000, do t'jenë në pozicion plot për me sulmu Strait of Hormuz, atë kanalin e Hormuzit, apo dhe ata 2-3 ishit aty. Kështu që tash premten mund të shihet se është kjo një plan i Trumpi, siç po supozojnë disa analista me këto deklarata që të merr pak kohë derisa të jetë gati që të premten pastaj të sulmojnë, apo ka diçka të vërtetë këtu. Por duhet të thënë që kriza e naftës ka eskaluar dukshëm në 2 ditë e fundit, por jo vetëm e naftës. Mos të harrojmë që shtetet e Golfit aty, Katari, Omani që po sulmuan kontinuitet, kanë filluar të kenë mungesa për ushqim, sepse ata i marrin. Po, edhe të nevojave esenciale, po. Kthejmë pas pak me pjesë me ty, po. Të kthejmë vetëm pas pak me ty, Sokol. Përfshirja e Turqisë shumë pash një mesazh të Erdoganit se vjen në fakt shova një pyetje nëse do të jetë e kënaqur Izraeli këtu, nëse Amerika dhe Irani arrin një marrëveshje dhe më pas ishte një reagim i Erdoganit që tha
siguria tërhoqi vërejtje Netanyahu dhe Izraelit që të mos punojnë kundër marrëveshjeve